sepse shohin njëri tjetrin, shohin Zgjodhen Galerinë e Arteve në Shkodër që të çelin ekspozitën e tyre me fotografi, vizatime, instalacione, video, tekstil dhe tezgja. Studentët e Fakultetit të Arteve të Bukura të Tiranës nisën kështu promovimin e talentit të tyre dhe ballafaqimin me art të dashësit. 70 punime të realizuara prej tyre kanë të shpalosura dijet e marra në grafik, multimedia, tekstil, mod dhe fotografi. Studentët ju jepet mundësia qysh në këtë fazë që janë pra student, me u përballë me publikun, në mënyrë që nesër kur ata të marrojnë, të kenë një përvojë konkrete se si funksionon një ekspozitë, të fillu qysh te vendosja punëve e deri te pyetjet, diskutimet që ka normalisht një publik i përzgjedhur që kërkon me ditë diçka më shumë. Pra domethënë vazhdon mësimllania në një farë mënyrë edhe me një ekspozitë. Arti në Shqipëri është në krizë dhe të rinjtë të reja që bëhen gati të nisin këtë rrugë e kanë përmes këtyre ekspozitave më të lehtë të njihen me realitetin, të marrin kritikat dhe sugjerimet që do t'ju shërbejnë për të ardhmen. Kjo ekspozitë bëhet si një urë bashkëpunimi, një urë njohje, një urë informimi, po kemi një strategji që produkte të tilla që vijnë nga studentët të shkojnë nëpër qytetet tona, pas Shkodrës së Shfieri dhe do vazhdojmë patjetër duke sjell produktin, duke sjell dialogun nëpërmjet veprës dhe projekteve dhe detyrave dhe patjetër duke gjetur dhe pastaj urat e bashkëpunimit afatgjatë. Studentëve ju krijohet mundësia që duke nisur këtë ballafaqim me publikun të ndihen pjesë integrale e jetës artistike në vend. Pas Shkodrës, ekspozita të tilla do të çelen edhe në qytete të tjera kryesore të Shqipërisë.